Gjithmonë në Shqipëri gjërat bëhen nga fundi, nuk bëhen nga fillimi. Po flas për këtë që është bërë dhe që zoti Ulsi Manja e tunte si diçka shumë të rëndësishme. E thash, ti nuk e ke si gazetari, nuk e ke si term në asnjë ligj të Shqipërisë. Tani ti ma vë në kod penal, se një profesion ti e mbron, siç po mbrohet kjo e shpifjes, siç mbrohet kjo e personave që mund t'i fyejnë. Po ti se ke si term atë, dhe për teknikë legjislative është gafe madhe. Si do zbatohet, thuat? Po normal, se ti mund të flasësh për mjekët, dhunën ndaj mjeku, ndaj mësuesit dhe vërtet, se ma ka ligj specifik për të dy profesionet, kurse për gazetarin ti nuk ke një ligj. Kjo është pishëm, vetëm përsa e përket klimës. Çam shqetëson mua, do me thënë, fakti, ne jetojmë në një situatë tensionuar politike, që vjen, sigurisht ka shumë arsye, një arsye është edhe situata e komplikuar në cilën gjendet opozita shqiptare prej 2021 dhe këtej. Dhe shpeshherë na është dashur të mbajmë qëndrime kritike edhe brenda gjërit opozitës, jo për fajin ton, por për situatën në cilën gjendet opozita. Dhe kjo sigurisht ka rikthyer, për ta ilustruar, ndjekim pak ditën e shtunë, foli në protestën e thirrur nga zoti Berisha, Luciano Boçi, profesor, madje edhe në gazetari, etj. Jo, një sekond. Shiko ç'a thot Luciano. Se ta thot zoti Berisha, ta thot zoti Bardhi e njohim ç'a profilin e tij. Po ta thot zoti Boçi, që është profesor gazetarie thonë, jo nuk e di që është gazetarie, në universitet shumë mirë siç është Elbasan, shikojnë ç'a thot Luciano Boçi. Para njerëzve cilët sigurisht janë militant, janë të ngarkuar, janë të irrituar, kanë zemrat ndaj qeverisë, dhe shiko ku e derdh zemrimin e qeverisë Luciano Boçi. Ta ndjekim pak. Nuk jemi mbledhur as për tu numëruar nga dronët e mediave vampire të Edi Ramës, cilat i kemi pas sipër kokës dhe i kemi sipër kokës, dhe cilat i kanë shpallur luft hapur opozitës dhe zvërtetës. Flogert, këtu sigurisht nuk është problemi se këto i thot, për shumë dhe zoti Berisha e ka këtë retorik, kuptohet, por zoti Berisha nuk e thot të parë temi ato që quhen mitingazh, njerëz që janë karikuar, kanë emocione të tjera, nuk janë të detyruar të kuptojnë gjërat thellë, sepse në miting nuk thuhen gjërat thella. Një miting, një protest, kur njerëzit thirrën revolt, thirrën për të bërë atë që bën më pas. Dhe është normale, në gjitha revoltat shuash, pavarësisht se këtu ne është ndoshta i çike tepruar dhe egzageruar. Po kur ti del në protest dhe nuk e bën, pra zoti Berisha këtë nuk e bën. Spaku vitet e fundit nuk e ka bërë. E bën ekranet televizive, po nuk e bën protest. Pra dita ndaj këtë gjë, është profesionist dhe në sulmet e tij ndaj medias. Ka përvojë. Po këta të gjoja të rinjt, moderuar, shiko ku e bëjnë, nuk është i parë, e bën Bardhi, e bën ky, pra e bëjnë njerëz cilët presupozohen të jenë fryma e moderuar e PD-s. Dhe shikoni ç'a ndodh. Pra kjo lloj klime, dhe për të duhet ta them këtë për fat keq, deri ku kam punuar në Partinë Demokratike, kam luftuar këtë lloj klime. Këtë lloj klime që të armiqësie ndaj njerëzve të medias, lista zeza, mos i shkon emisione, mos i pranon, mos të futen selinë e Partisë Demokratike. Më e kur kam qenë kur jam rikthyer nga Londra dhe fillova punë në televizionin Klante, u riktheva në televizionin Klan. Një nga gjërat e para që bëra, shkova te Berisha dhe thash si mund ta futesh Klanin në listë zezë, kishte futur televizionin kryesor të vetëm atëherë kombëtar, e kishte futur në listë zezë, nuk e lënë të futen në ambientet, në gjënë që bënte me kohën tonë, një gjë bënte në 94 me BBC-n. Po ajo është një gjë, kurse kjo që shikojmë tani që ti derdh zemratën e njerëzve që mund të jenë revoltuar për 1 miliard arsye, te gazetarët, ti thu, okay, ndoshta kjo korniza ligjore, në fakt, për fat keq, me zemër të tyre po duhet bërë. Dëgjoj, këta unë i justifikoj Sokol. Këta e thonë atë që thonë aty nga pafuqia e tyre. Këta justifikohen përballë doktorit. Këta kanë marrë një vendim, ja kanë mbushur mendjen doktorit dhe ai ka vendosur që, është absurde e di, po e kanë bërë, që të mos dalin në debat me ne. S'është era parë, e kanë bërë gjithmonë. Si ti e çigeri, ne jemi të vjetër. Po e bëjnë tani që o duhet, eksakt pra, se bën ai që është mbi kal atje, se ka luksin e kartonave dhe thot jam këtu. Po ta bësh ti që ku ta gjesh panelin që dalësh dhe të bësh debat, japësh idem të thash. Dhe këta janë të tredhur sepse nuk dalin dot përballë askujt. Nuk dalin dot më. Nuk dalin dot sepse nëse unë e pyes Lucianon për rezultatin, për cilin nga se i ka disa humbje. Për rezultatet e tij, bravo. Që nga humbjet e 2007-s në Elbasan e deri tani së fundmi në Shkodër.
historikën e kanë Shkodër, që për herë parë... Pra, është e fundit ajo, po e nisa nga fillimi deri në fund, nga kur ishte i Virgjër deri tani që ka kaluar disa halka, ai i ka periodike thellë më thellë. Dhe ai që i ka periodike thellë më thellë humbjet, vazhdon të jetë në kryet listës atje. Dhe ai nuk ka asnjë justifikim, as ai as të tjerët. Dhe ja kanë fajin dronet e mediave.